Akshi është kopshi privat i kryeministrit ku njerëz të lidhur me familjen e tij bëjnë çfarë ju do qefi. Baxhanaku, Frangu, kontrat 12 miliard lek. Prit, lutem. Xhullaj 17 2021. Se ky fiton dhe tenat me beqen. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit Akshi ka shpadur kompani fituese Advanced Business Solution në 2 tender të zhvilluar brenda 2 ditëve me një fond total prej 4.5 milion euro. Kjo kompani e specializuar në shërbime teknologjike dyshohet se ka lidhje të ngushta me Armand Frangun, baxhanakun e kryeministrit Edi Rama. Tenderi i parë me vlerë 2.1 milion euro synon ndërtimin e një sistemi elektronik për shitjen e biletave në sitet turistike dhe u shpall më datën 11 prill 2025. Tenderi i dytë me vlerë 2.3 milion euro ka për qëllim përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të informacionit për ndihmë ekonomike dhe rezultati u publikua më 14 prill. Në të dyja procedurat u përdor një skemë ngjashme me 3 kompani marrin pjesë. Njëra nuk paraqet ofertë ekonomike, një tjetër ofron çmim më të lartë dhe fituese del ABC me ofertë më të ulët. Zyrtarisht kompania është në pronësi të biznesmenit Geron Meçe, por ekzistojnë dyshime të forta publike se ajo kontrollohet në mënyrë jo formale nga Armand Frangu. Sipas emisionit investigativ Plug dhe deklaratave të IRS së vendës kryeministrit Arben Ahmetaj, ABC është pjesë e një rrjedhi klientelist të lidhur me familjarë të kryeministrit. Deri në fund të vitit 2024, ABC kishte fituar rreth 53 milion euro nga tendrat publik vetëm në muajin të parë të vitit 2025. Kjo shifër është shtuar ndjeshëm duke forcuar dyshimin mbi favorizimin sistematik të kësaj kompanie nga institucionet shtetërore.